Të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të programit, do thotë do të vazhdojmë në pjesa e dytë e programit të pendohemi dhe mos ta vonojmë pendimin, është titulluar pjesa e dytë e këtij emisioni që po e realizojmë mbi emisionet e përgjithshme që janë Jeta me Kur'an. Këtë emisione i realizojmë së bashku me profesor Dr. Hafiz Hajredin Hoxha dhe ne do të rikthehemi, do ta dëgjojmë këtë pjesë të dytë me doktorin, por njëkohësisht ju ftoj edhe juve të gjithëve që keni pyetjet tuaja për t'i drejtuar në program, mund t'i bëni ato pyetje në +383 44 888 698 është numri i kontaktit nëpërmes Viber. Ndërsa po ashtu mund të i shkruani edhe në koment në Facebook e në YouTube, kudo që na ndiqni pyetjet tuaja për të cilat do të përpiqemi në pjesën e fundit të programit, që rrjedhimisht i bie pjesa e tretë në fund të programit, do t'i marrim edhe disa prej pyetjeve tuaja. Atëherë kalojmë më njëherë në trajtimin e pjesës së dytë të programit së bashku me doktorin. Pra edhe njerë po e ripotencoj temën, të pendohemi dhe mos ta vonojmë pendimin. Kjo është pjesa e dytë e programit, me kënaqësi e kaloj fjalën tek profesor Dr. Hafiz Hajredin Hoxha. Selamun alaikum wa rahmatullah, dhe ju përshëndes përsëri dhe mirë se keni ardhur në emisionin ton Jeta me Kur'an. Vëllezër të ndershëm, pjesën e parë u mundua me të regu dhe thot njëherë piknisjen e thot afrimit të njeriut të Allahu Gjeleshanuhu, e ajo që ishte dhe thot vendosmëria dhe mosqutja e shpresës, e tani unë përsëri hasa në gjatë leximet të Koranit, në këtë ajet koranor e cila flet, po ajeti koranor i cili flet, po rreth pendimit dhe shpejtimit tonë në pendim. Pra, e janë të pendohemi dhe mos ta banojmë pendimin. Thotë Allahu Gjeleshanu në këtë ajet koranor, po, teksti arabisht është pak i gjatë, po do të lexoj se ajeti mos ta këpusin për bereqet, pastaj përkthimin do ta japin na. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Që në përkthim do thot Allahu Gjeleshanuhu na thret, o ju që keni besuar, ja ju alladhina amanu, thirrje të ëmbël nga krijuesi ynë, o ju të cilët keni besuar. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha, pendohuni te Allahu Gjeleshanuhu me një pendim të sinqert, në mënyrë që Zoti juaj t'i largoj prej jush të këqijat. Ky përkthim që në mënyrë Zoti juaj t'i largoj prej jush të këqijat, mundët mu pranu të indikun, sepse na tash pak kemi drejt edhe me ndërhyn të përkthimet e Kuranit që i kanë bëjë Allahu tan rahmet i pas shpirti edhe profesorat, po dhe kemi punime seminarike akademike rreth këtyre, nuk e mbulon atë përkthimin origjinalin arabisht, nuk e mbulon 100%. Origjinali është arabisht, po asa rabbukum an yukaffira. Çka do të thonë tekfir? Do të thonë po miu kancelu juve, miu fshin gjitha gjunaat.
E fjala që ju largoj për ju të këqijat, kuptohet edhe kuptohet, e dikon, më largu të këqijat. Po origjinali është sikurse ku shkon taksa, që e ki bë dënimet, trafik, komunikacion e pagun, po edhe sistemi qet 00, ashtu edhe pendimi kur njeriu vepron kësaj, aty pastrohet sistemi e databaza e tij. Po, prandaj është pak larg arabishtes, po e përkthejmë. Po s'ka gajla dhe në rahmet, pas shpirti o gjallar tanë, normal kam bo punë të madhe, o ju që keni besuar, pendoni të Allahu Gjeleshanu, një pendim të sinqert, të sinqert dhe të jeni të vendost, pse ja Allah, pse Allahu Gjeleshanu ja u fal juve. Allahu Gjeleshanu u pastron gjitha gabimet, po, plus kësaj, kur pastron gabimet, njeriu jeton me një jetë të re, pastaj edhe vjen koha vdekjes, kur vdes pastaj vjen llogaria dhe futet në xhenet, Allahu thotë dhe ju shtin Zoti juaj në xhenet. Po, Zoti juaj po ju shpije, ju çon në xhenete, në të cilat rrjedhin lumej. E në atë ditë Allahu Gjeleshanu nuk ka me turprua pejgamberin alayhi salatu wasalam, as shokët e tij, as musliman që e kanë ndjek rrugën e tij. Shifni çfarë garancion. Nuk ka turprim. Nuk ka me na uskuq fytyra në atë ditë nëse na veprojmë kështu. Prandaj, ky ajet është në surën At-Tahrim, ajeti numër 8, po Allahu Gjeleshanu po na thret, e jani dhe pendohuni sa më shpejt. Po çfarë pendimi me bë ja Allah? Është përdor një fjalë arabisht gjuhën arabe nasuha. Kjo fjalë nasuha, gjatë zbërthimit gramatikor, gjuhësor, po vjen të fjalës nasihan, nasaha, yansahu nasihatan, mi dha dikujt nasihat. Çka do të thonë mi dha dikujt nasihat, gjuhën arabe? Po, do të them leksikisht, në origjinal arabët e kanë përdorur këtë fjalë, po nasaha al-khayyatu ath-thawba ay khayyatahu. E ka kep robaqepsi teshen e shkyer. Kur shkyet tesha, po çka bën robaqepsi apo prindërit nana tona apo vet, e merr me gjylpan dhe e kep. Dhe rregullohet tesha e shkyer, Është përmend në atë terminologji kur njeriu bën gabime, bën gjuna, aty i shkyet zemra, i shkyet morali, i shkyet burnia, aty i shkyet domethënë ai bukuria, ai muslimanlloku i tij, nuk është normal. Kur bën tobe njeri, atëherë bëhet si ai robaqepsi me këta fjalë të mira, çka i pendohesh ti, po kepët. Ai domethënë shkatrimi moralit apo e prishja moralit apo ai burnis apo nderit e karakterit, me vepra të këqija, kur pendohemi, kjo qepët rregullohet dhe sikurse asgjë mos futet. Kjo është ai kuptimi i fjalës nasuha, edhe origjina e fjalës nasihat arabisht, dhe kur don dikujt më dhon nasihat, po duhet me shku sy në sy personalisht. Ato me udhëzu për të mirë, jo publikisht me dal masa aty në media dhe me marr emra në përgoj dhe me kritiku, se kështu më fadhiha i thënë arabisht. E kundër të nasihatit është fadhihati, fadhiha, me amar ftyrën, me publikua dhe thët për skeq. E kështu musliman se kanë zanat, nuk e kanë zanat. Qa ki një gabim, qa kam një gabim, tashti me adresa, me e-maila, me telefona, personalisht. Në një generale, ti mund është dhe thët qka me fol, me diskutua, nëse dikush ka gabua, mirë me përmend emrin e dikujt, nëse ka gabu, kjo nuk lejohet fare. Sikur sa e mjeku në spital. Sa pacientat i vinë ati në salë të operacionit, është ndalun edhe me konventan botërore, a mi përmend dhe mi zbulu sekretet e pacientave, është ndalim, ndalohet, se ka bo betimin, që nuk bon dalim gjyre, as raca, as feje, gjatë mjekimit. Po, thot kemi pacient, kemi zbulu, disa pacient, jem paraqit ca, a keni pasa bukur shpehen? Qështu dhe muslimani do të më shprej? Disa musliman kemi ndëgju, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, kështu e ka pas zakon në Medinë. Ma balu aqwamin yef'aluna kadha wa kadha. Disa jem të bërë, kum dëgju edhe ela innahu balagani.
ka ardhur lami, ma balu aqwamin yaf'aluna wa yaquluna kadha wa kadha, po flasin dhe po bëjnë kështu. Kur si ka përmend emrat personalisht. E Allahu po na thret për një pendim. Tash pas e kom vendos, po du me punu me këtë ajet, edhe një taktika dhe stile, sesion të punoj tash me këtë ajet ta futin në praktik, edhe një realizë, o ju që keni besuar, pendoni te Allah, me një pendim të sinqert. Ka arkoa ta nevre, nalesh, o haxhi, o hoxh, o hafuz, o inxhinier, o doktor, o profesor, o mësues, o mjekë, o mësuese, o motor, o arsimtar, o pedagoge, çka jetë kje, ha? Ka arkoa tani me bu një pendim të sinqert. Pasi e ku vendos, ajeti e parë që e lexuam më herët nuk ka këputhje shprehse, tani ky ajet pendoni pse kam ju fut Zotin në xhennet. Do të qenë në xhennet, xhennetet e kësaj dynjas, mirat e kësaj jete inshallah, edhe jetës tjetër. E në ato xhenete ka me pas lumej, ka me pas çmos. Çka ta dëshiron syri yt, shpirti yt. Fiha ma tashtahihi al-anfus. Çka ta dëshiron shpirti, çka dëshiron shpirtat. Pejgamberi alayhis salam në përgjenet e ka dhe fiha ma la aynun ra'at. Aty ka shka s'ka ka pas syrin në këtë jetë. Wala udhunun sami'at, çka s'ka ka një veshin në këtë jetë. Wala khatara ala qalbi bashar as. Si ka ardhur kur në zemër mendje dikujna që ka atje. Sekrete. Sekretet Allahu xhaleshanuhu për besimtarët e sinqert. Për besimtarë që pendohen. Ha? Fela ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Nuk e dini ju çka ju shefun e juve, ka fjalë të Allahu xhaleshanuhu, e ta apo ty e prindi apo bosi, apo shefi, apo dekani në fakultet, apo mbreti. Nuk e dini se çfarë surprizën e juve do t'ju bëj, nuk dini se çka kom përgatitur në për juve në fund të vitit. Nuk e dini se çka do t'ju gëzoj. Po çka bomi na? Tranohemi prej gëzimit bre. Nuk mundemi me imagjinu dot bre fare. Dhe me thonë këtë kënaqësi. Se diçka çka premton i madhi, po edhe nuk e thën premtimin. Allahu xhaleshonu për premton. Wa man ya'malu min as-salihati min dhakarin aw untha, ata të cilët bëjnë vepra të mira, pendohen, po kthehen te Allahu xhaleshonu, po qoftë mashkull apo femër, qoftë mashkull apo femër, qofshin meshkuj apo femra, wa man ya'malu min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, edhe është besimtar, musliman, فلنحيينه حياة طيبة, do t'ja japim atij apo asaj një jetë të mirë në këtë dynja. Wallahi, ka garancat Allahu xhaleshanu. Edhe pse smuhesh ndonjëherë, s'ka galën ai grip, ai diçka trok, po mos e prish mendimin te Allahu xhaleshanu. Apo shkon në xhami ti vjedhin kpusat, ti vjedhin po telefonin diçka hera parë keni në xhami me shku xhuma. Wallahi sa s'kesh të fal telefonin e pata si shkova iPhone-in e ri ma vjen vëdhën, apo Samsungin, apo kpusat. Allahu sprovon pak ta këshirë të sinqeritetin tënd, vendosmërinë tënde pak. E nuk matet pendimi e dashuria Allahut me një telefon, me një par kpusa, apo me diçka, apo që të ka rog një grip ty apo mua. Keni kujdes për këtyne gjanave. Ka ndodhin këta. Mirë pa Allah po garanton kime pas jetë rahatshme inshallah. فلنحيينه حياة طيبة plus në ahiret ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Përsa në ahiret do t'i shpërblim ata në shpërblimin më të mirë që ekziston. Prandaj të pendohemi dhe nuk ka kohë me banu pendimin. Se çdo moment unë muj me vdek. Edhe ti çdo moment mundesh me vdek. Çka janë kushtet e pendimit? Si të pendohemi tani praktikisht? Nëse kam qenë me vepra të këqija, çka i përmenda më herët, apo pjesën e parë, me alkool, me bigjoz, me haram, me pare me fajde, me klubet natës, me droga, me trafikim njerëzve, tjera, stop. Duhet undal automatikisht me vepra të këqija, po, mu filluan zemër, mu pëndua fort, çka ki bo keq. Do me thonë, shumë, do me thonë me të mundua ja, ku ko për mu që akum bo, qka pas në bo? Kjo dyta,
Numër 1, më thëmë u pendua shumë që ku mba për veprave të këqija, shumë u pendua, shumë do më thëmë të mundua. Numër 2, më dalë automatikisht për aty në të këqijave, e jo valon po mendona e gotë apo bira fundit, apo filmi haram i fundit, filmat këqija me fshyrë, edhe njerë pak ta eki me rakin rrugë zëtë, tut jo Allah xheleshanu bre. Po, apo son të klubi natës, nata fundit, po, shkoj njerë të vizitaj atë jaranat atje që i kam, apo ato shoqet, tut jo Allah xheleshanu. E ki vendos, s'ka mo. Dhe numër 3, me bën jetë kur mos më kësim. Kur, heq mos më kësim. Ta e në 3 kushtet e pendimit. Shumë më pendohë që a ki bo keq, më ndërprej për punëve të këqija automatikisht me njëherë, dhe numër 3, me vendos dhe kur mos më kësije. Këta që kanë bëj me Allahun xheleshanu, hakit të drejtat e Zotit edhe tua. A nëse i ki dikujt bërgj, i ki marë pare, ja ki marë kerin, në i tokë, në i plac, në i shpi, që e ki marë diqka, ato nuk falen, kur së falen, pa shku me lyp halallëk prej tyre. Të kam bërgj, inshallah do t'a paguj, do t'a kthej. Nëse s'ki mundësia pa ma ban halal. Që ky pjesë, alet, kompjuter, kërë, është i yti. Po se, unë, ku mendoz dhe thot tash me pastru edhe mallin tim, pasurin që aktu mu, prej burimeve, në me thonë, të korruptuara, jo të pastërta, jo halal, tani do të mundohem kada me pastru, se pejgamberi a.s. po thot, po, taltib, tu'matak, tustajab da'watuk. Po, ha halal, e të bëhë doaja kabul. E të bënë hangre halal, doaja zbohet kabul. Po, Allah. E tash duhet me kontrolu vetën ti. Krejt, po, si kur sa Omer ibn Abdulaziz kur ka ardhë, a i sundusi i 5 muslimanëve, po, që kam pas prej atyne khulefave, sunduzve islam para ti që i kanë marrë pej shtëpisë së muslimanëve, pej pasunisë për gjithë me shtetit, krejt i ka këthyje. Krejt i ka këthyje, dhe me thonë atë në të fondin e shtetit për gjithë shumë. Dhe e ka pastru dhe thët mallin. Edhe muslimani i mirë, i sinqert, bën kështu. Andaj kur pendohem, ta ishin kushtet e pendimit. Shumë u pendohen, zemër me të hangër dhe me të munduar. Numër 2, me njëherë mundal. Numër 3, me vendos kur mos më këthi. Qa kanë bëjtë drejtat personale, po financiare, mes meje dhe tjerëve, duhet me ata me shku më marrë vesh. Për kjo, pasi veprojmë shtë kjo në procedura dhe me thënë pendimit, duhet unë tash mu mërzit shumë, mu bo pesimist, jo, unë duhet më ristartu një jetë të re, dhe me bismillah, po, me fillu një jetë të re, dhe me shpresat të mira, me ndjenjat të mira, e me thonë, lutjet sinqerta të Allahu xheleshanu, se inshallah, Allahu ka për të më ndihmuar, dhe pa tjetër ka me ndihmu inshallah. Ka me qko pun të marë, kime pas bereqet në familje, kimu kon namazli, ti e shoqe jo të fëmijët tu, po, ka mu të këthy jeta marë, po, kime pas probleme, në ashta pak fillim shoqëria, ka mu keshe, ka mu talë me ty e hebre, ku je marti qkau me ty, edhe ti e bo haqia, edhe ty të kanë bo sehira, edhe ty ti kanë marë meta, hiqë marty në mjekroshave, hiqë marty në kime një që si lafe. Lafe jenë talën me pejgamberin a.s. Mosu mërzit një dhe. Po, që talën me neve, me ty në shumë gjë normale. Po, i dha mërru bihim jetë gamezun, i dha në kalibu ila ahlihim, in kalibu fekihin. Po, sarë që i ka më besimtar, po, jenë talë. Kur ka shku të familjet e tyra, përsëri jenë talë, do të në qef, pik qefit. Të kesh, do më thonë, Muhammedin a.s. dhe shokti të Arab të zi, Arab të Mekës edhe mushrik të parat ata, shas kanë vatat, zoti. Do më thonë, i boft hajre, u afalt atyne, kanë e pithon studentave ebre, ju, historia juj, ka shumë të mira, po ka dhe shumë të këqia, ka shumë e kini mundu Rasulullahin, sallallahu aleyhi wa sallam. Shumë e kini mundu pejgamberin pa hak dhe pa drejt, bre. E kini njoft kush është, bre, djali kujna ka qenë, bre, me fis, e me fare fis, e me moral, e i besushëm, e djali i mirë, e buri i mirë, kur s'ka rajnë, kur s'ka bo keq. Jo besimtar, aj musliman. Shkejt kur kini shkun për rrugë, në thim, me Jemen, në Sham,
Keqa keni pas pasurit, lirat, po dukatin, ret i kanë mbru te banka Hazreti Muhamedi alayhis salam. Taj, o Hazreti Muhamedi ti ruaj se ti je i besueshëm. Këti ka lo pasunin, po si kanë besu apet. Çfarë kontradikta sta merr mendja. Prandaj, ky ajeti, o ju që keni besuar, pendoni te Allahu xhaleshani me një pendim të sinqert, në mënyrë që Zoti juaj t'ju largoj prej ushtëqia, t'ju fal gjunahet, po t'ju lehtësoj shpirtin, t'u lehtësoj jetën, t'u pastroj jetën, t'u kthej bereqetin në shtëpi, bereqeti rrugës, sa jem kon kafe, sa jem kisha rrogën, kejt rroga më shkojke, po pa bereqet, krizë financiare me fëmijë, krizë financiare me gruan, po probleme, mirë po tani, pasi që i kum fillu rrugën Allahu xhaleshanuhu, mu ka kthy bereqeti marrja do thënë në shtëpi, dhe kjo është bereqeti do thotë fillimi i pendimit. Fillimi i bereqetit dhe më të mirat e para të pendimit. Kime qenë me zemër të lehtë, me zemër dhe me thonë gjoks të zgjeruar, kime qenë dhe me thonë optimistik, kime qenë i gëzushëm se i e kthy te Allahu xhaleshanuhu. Kjo ishte pjesa e dytë që ka të bëj me pendimin që mos të avanojmë sa më shpejt pendohemi dhe të jetojmë me Kur'an kësaj. Pjesën e tretë, në fundit tani do ta shohim çfarë vlera ka pendimi, çfarë janë të mirat dhe dobitë e pendimit dhe shifemi pas pak mos shkoni larg dhe ju takohemi në pjesën e tretë të emisionit Jeta me Kur'an. Një pauzë të shkurt në ilahi tani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faleminderit shumë, doktor. Pra, siç ju paralajmëroj doktori, do ta bëjmë edhe një shkëputje të shkurtër me ilahi. Jo deri në fund, do të kemi diku rreth 2 minuta një pauzë sa për të bërë një rifreskim dhe një ndarje nga pjesa e parë në të dytën dhe nga e dyta në të tretën. Kështu po e bëjmë nga një pauzë me ilahi, prandaj e dëgjojmë tashmë nga Nusret Kurtishi, është ilahia pendimi, e ne vazhdojmë për të rikthyer në pjesën e tretë të programit. Po të lutem Allahu im lësho